Një pjesë shumë e madhe e fëmijëve janë më nervoz, kanë më shumë shpërthime zemërimi, janë më agresiv, është më e vështirë që të vetë rregullohen apo të vetë qetësohen. Dhe kjo lidhet edhe me faktorë të mjedisit rrethues, kryesisht me faktorët e mjedisit rrethues për shkak të mënyrës së jetesës që ne tani më bëjmë. Jo vetëm nga numri shumë i madh i pajisjeve elektronike që na rrethojnë, të cilët emitojnë valë dhe ndërhyjnë në trurin e fëmijëve të vegjël, por edhe në trurin ton, por edhe nga mënyra se si po jetojmë tani, dhe një nga arsyet kryesore që unë shikoj në këtë drejtim është mungesa e kontaktit me natyrën, mungesa e kontaktit me qenien njerëzore, por kryesisht mungesa e kontaktit me natyrën, me pemët, me dheun, me lulet, të cilat bëjnë që do të duket çudi, por në një farë mënyre na modifikojnë mikrobiomën tonë, mikrobiomën e zorëve apo të sistemeve të tjera, të cilët ndërhyjnë në sistemin nervor qendror, duke e modifikuar atë dhe duke na dhënë këtë individin, këtë fëmijën i cili ka problematika me vetë rregullimin dhe ka të vështirë të vetë rregullohet apo të vetë qetësohet.